Drejtoria Rajonale e Ujitje Kullimit ka nisur punën për pastrimin e lumit Devol në territorin e Bashkisë Maliq pas problematikave të shfaqura gjatë dimrit nga rreshtet e shumta. Aktualisht po ndërhyet në kolektorin kullues të Sovjanit, ku po kryen punime për zgjerim, thellim dhe pastrim në një gjatësi prej 3 kilometrash. Ky kolektor shërben për kullimin e rreth 3900 hektarëve tokë bujqësore në fushën e Maliqit. Po punohet me ritme normale për të bërë stabilizimin e asaj situate e cila psoi dëmtime gjatë asaj periudhe dhe në vazhdim me tutje edhe në bazë të planit që ka drejtoria rajonale, edhe në bazë të nevojës imediate dhe kërkesës që ne si bashki i kemi dërguar drejtorisë rajonale, procesi pastrimit lumit Devol do të vazhdojë deri në pjesën fundore në të cilën mendojmë se është shumë e domosdoshme shkarkimi ose lirimi i ujrave në tokat bujqësore të zonës torfike të Bashkisë Maliq. Ndërhyrjet pritet të përmirësojnë ndjeshëm sistemin kullues dhe të ulin rrezikun e përmbytjeve, duke garantuar më shumë siguri për fermerët dhe prodhimin bujqësor në zonë.